Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, atë falenderojmë dhe madhrojmë. Falenderojmë Allahun azza wa jall, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirëbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, ndërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sonte do të marrim një dua nga Kur'ani, dua të cilën e ka thënë një pejgamber prej pejgamberëve të Allahut azza wa jall, një prej pejgamberëve më të zgjedhur të Allahut azza wa jall, një prej pejgamberëve që më së shpeshti tregimi i tij është përmendur në Kur'an. E kam fjalën për Musa alayhi salatu wassalam, i cili po thot: "Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." O Zoti im, çdo dhunti që ti më ofron dhe më jep, unë për të jam nevojtar. Kjo është duaja të cilën e ka thonë Musa, mirë po kjo dua ka një tregim, nga se Musa ka filluar historia e tij prej se me lindur, kur ka vendosur Firauni me i vra në fëmijët të cilët lindin në atë vit, po në vitin të cilën kishte lindur Musa, dihet historia se si Allahu azza wa jalla ka shpëtuar, edhe përfundon në pallat të Firaunit, aty rritet, mirë po jo i hutuar apo i joshur nga pasurit dhe luksi i pallatit, po gjithmonë robi i Allahut dhe i drejtuar ka ai, dhe masandej kur rritet e ka një tregim kur i ndihmon një Kiptiu edhe e largon një ushtar të Firaunit, dhe më thonë dhe godet në gjoks, ai vdes, e të nesrën e shep prap, dhe më thonë atë Ben Israilin të pas problem me një Kipti tjetër, edhe thjesht dhe më thonë dënë me e largu tash këtë Ben Israilin, këtë dhe më thonë popullit vetë që me e tregu se nuk qenë ka problemet e Kiptit, po qenë ka problemet e te, se te qenë ke nga të restar, e ai pe i thot tash, apo dënë ty më vra mu si atë personin që e vrave dje. Edhe këtu faktikisht fillon sprova e Musës, dhe kuptohet se realisht ai cili e kishte vrarë djatë Kiptiun kishte qenë Musa, edhe thjesht nuk i mbetet zgjedhje tjetër vetëm se të largohet nga Egjipti i sotshëm, edhe niset për në Medjen. Medjen është domethënë një vend i njohur në Palestinën e sotshme. Kjo është domethënë mendimi më i saktë, edhe pse ka mendim tjetër se është fjala për një fis prej fiseve, domethënë arabe të atij vendit, mirë po Medjen është domethënë një vend në Palestinën e sotshme. Kur vjen te Medjeni, i afrohet një pusi aty, edhe i sheh ata barinjt duke ju dhënë ujë, domethënë deleve apo deveve të tyre, mirë po të veçuara ishin dy vajza aty, të cilat u mundonin që bagëtit e tyre mos t'i afrojnë për m'i dhënë ujë derisa të e kryjnë ata që ishin mashkuj. Edhe pe i pyet Musa, me khatbukume, çka është puna juve, dhe i tregojnë se ne nuk i afrojmë bagëtit tona, delet apo devet tona, përderisa mos t'i largojnë, domethënë baritë dhe ata vetë mu largu. Atëherë afrohet Musa dhe i afron, ja u merr bagëtit aty në dy vajzave, edhe i afron domethënë te ai pusi, jep me pi, edhe thot masandej shkon edhe shtrihet të një hije, edhe thot këtë dua
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, o Zot, çdo dhunti që më zbret mua, domethënë unë jam domethënë i nevojshëm për të. Do të mundohem shkurtimisht para se me hitet duaja me tregu disa mesele se janë shumë interesante në lidhje me këtë rast. E para është se realisht njëri i shik që jetojmë na me shpëtu kokën, edhe ishte në zër, edhe kishte u thuar një distancë bajagit madhe prej Egjiptit ndaj Palestinë, atëherë kur s'ka qenë kanali Suezit, domethënë i hapur, kanë kaluar njerëzit domethënë për tokë. Mirë po, është pyetje me qindra kilometra, mos thonë ndoshta për 1000 kilometra, kupton. I lodhur, i rrezkapitur, i uritur, se ka disa transmetime që tregohet faktikisht nuk ka pasur vetëm se disa perime ose disa, domethënë, gjethe pemëve me to ushqy. Edhe thjesht në kësi gjendje, peshen një rast të tillë, edhe po mundet me qëndru indiferent, po aktivizohet ajo mirësia e pejgamberëve në vend por, po edhe njerëzve të mirë që zemrat e tyre janë brumosura me iman, që faktikisht kur të shohin një rast që ka nevojë më interesu për të, apo ka nevojë në rastin konkret më ndihmue, mos më mbet indiferent. Po realisht, edhe pse ishte vështirë, edhe pse ishte i uritur, edhe pse ishte të vap, se po të regon hadith, dëmon ajete se mas saj pune shka ju shtrem në ije, që kuptohet që faktikisht nuk ishte domethënë koha si në të na që më është me kon flade e frest, po ishte vap. Ka në disa transmetime se ishte një gurnat, domethënë që 10 persona s'mëshin me qu. Faktikisht e peksona ka kuptuar e vajza faktikisht se kjo është i fort, është domethënë kur i ka thonë babës vetë që merre për shëptorët tonin, domethënë sene, faktikisht e kanë kuptuar se i është ofruar, ka larguar gurin, i cili ka peshuar peshë të madhe, edhe është kuptuar se është i fortë. Mirë po duam të thonë që thjesht se ka kuptuar rastin, se këto dyja nuk po dojnë mua ofru, më dhon baktive ty ujë, e nuk kanë, domethënë mashkull që e them në shtëpi përveç një babe që është i plak, i cili s'ka mundësi me kry këtë punë, faktikisht aktivizohet ajo mirësia thash e pejgamberëve në rand parë, po edhe njerëzve të mirë që i pasojnë pejgamberët që më ju ofrojnë ndihmën atyre që kanë nevojë, edhe thjesht e kryjnë këtë punë, edhe shkon në hije duke mos kërkuar as kompenzim, as që i thëjmë na, më thonë që kur ta bën një të mirë, kur gjë veç bë dua. Hiç as dua, as kur fal fjale, inma nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura, thjesht e bëjmë këtë mirësi në rastin konkret ky ajet po cekur, domethënë që ju ofrojnë njerëzve ushqim, la nuridu minkum jazaan wala shukura, as nuk po dojmë që më na kompenzue edhe shpërblim, mirë pas nuk po dojmë falënderim. Kjo është meselja e parë që duhet me e kuptua. Meselja e dytë dhe të ndëruar që shumë interesant për këtij rasti është se ky njeri është pejgamber. Edhe është pe pejgamberve, 5 pejgamberve të zgjedhur. Është pe pejgamberve të parë që Allahu Azza ka fol direkt. Që ata quhet Kalimur Rahman apo Kalimullah, që Allahu Azza ka pas kontakt direkt, domethënë me Musën. Mirë po ik pej Firaunit me shpëtu kokën e vetë. I uritur duke mos ditë se çka po ndodh, ka po shkon. Që i bie që jo domosdoshme, nuk është e domosdoshme që me kon njeri i mirë nuk i mos provu. Apo nuk është domosdoshme që të Zotit ka dhënë të mira i njeri i mirë. Se te Allahu Azza çështja e dunjos nuk ka vlerë. Se sikur të kish pas vlerë, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ja kish dhënë asnjë gëllën ujë pa besimtarit se meriton atë, as atë. Pra thjesht mos më marr çështën e dunjos si peshore edhe me vlerësu gjërat se qofse e sheni njëri të hjek me thonë këtë ka dhe me thonë i keq ose Zoti është i dhuruar me të, ose qofse e sheni njëri të mirë dhe me thonë që në njëri dhe mon që ka dhëna të mirë të kësoj dunjoje me thonë kë të ka i dashnë i Zotit, nga se kjo nuk është kriter se peshohem se Musa i zgjedhur i Allahut, dhe me thonë që Allahu i ka fol direkt pe 5 pejgamberëve të zgjedhur të tina, mirë po sprovohet me rrezik të jetës, pa ushqim,
nga se kur e komentojnë këtë dua, lima anzalta ilayya min khairin faqir, e ka pas për qëllim mos Zot veç do bukë që i thojmë na çona. Kur e kanë komentuar dietarët, kanë thonë është kanë fjala më konkretisht me lyp, domethënë ushqim. Kjo është meselja e dytë. Meselja e tretë, vëllezër të nderuar, që është shumë e rëndësishme, është se këto dy vajzat që po i sheh atij pos pishe që s'pi afrojnë bagëtit e tyre, mi dhonë ujë. Pse aty kishte mashkuj, kishte bari tjerë. Kur pi pyet, pi thotë domethënë se nëse bëjmë këtë punë, mirë po e ka tregojnë arsyeën se pse na jem këtë gjendje, nga se nuk jem mashkuj tjetër, po e kem veç babën që është i vjetër. E kjo na tregon të vërtetën që ne si musliman e kemi thonë gjithë edhe thjesht e vazhdojmë me thonë që realisht në shariatin ton nuk duhet me u përzi dy gjinit, mashkulli dhe femna, pa pas ndonjë nevojë shumë të madhe që pa të zbëhet fare. Për ndryshe, edhe në shkolla, edhe në institucione, edhe domon çdo kund tjetër, realisht duhet me nda edhe burrat një aqek, e gratë aqek, nga se kjo është fe, edhe kjo është ndershmëri. E kur ja kanë kthy njerëz shpinën këtyre mësimeve të Zotit, atëherë po dëgjojmë vazhdimisht skandale pas skandale, se çka ndodh mes nxënësve nëpër shkolla, cilat janë përzira, apo në mes kolegëve dhe kolegëve që punojnë me orë të tëra, e ndoshta edhe në ndrimet e natës, pa pas kurfar lidhje as domethënë gjaku, as gjë tjetër, edhe qëndrojnë thusej domethënë është gjë normale. Kjo fatkeqësi është domethënë që jemi sprovuar në kohën tonë, mirë po pse jemi sprovuar, ne nuk e aprovojmë kurrë, përkundrazi e ngritim zërin, jo vetëm të çështja e përzierjes, mirë po edhe për çështja dhe me dal gruaja pa nevojë. Me bë tradit se me thonë valla s'po mbrihet të dal pe shtëpie. Realisht wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, kur e kanë komentuar këtë ajet kuranor, dhe mos u ekspozoni, mos u daldesni, mos si shfaqni bukuritë e juaja, ashtu siç kanë qenë tu e bë gratë në kohën e ignorancës. Ka dietarë thotë se vetë dalja e tyre hen që të berrugjen, edhe që të shfaqen, edhe që të ekspozimin që është për qëllim domethënë në këtë ajet kuranor. E realisht se kur del gruaja e përzihet me burra, faktikisht mos ndajnë asaj hub dhe marrja, e ke pa kur fol me dikë gra, domon fol si me kon burr, ta kthem fjalën, apo në sene se realisht i ka hub ajo marrja që duhet me pas gruaja, që faktikisht me njerëz të huaj duhet me qenë me distancë, mos me pas kontakt me to, me ta pa nevojë. E treguohet se domethënë kur e kanë pejgamberët radhiyallahu ta'ala anhu në transmetim të saktë, se kur e ka përshkruar këtë çikën, mas andaj kur ka ardhur, thotë ka ardhur domethënë e mbulume, fytyrën e ka pasur mbulume. Jo thotë si ato gratë sulfa është ajo domon që thjesht s'ka kur fartutë dhe fol se mos me pas kur gjë. Dhe thot nuk ka orë se të gratë që në kharragje, vellagje, që hinë e dalin edhe se kanë derë dhe më dhonë se ka përshkojnë, ku përshkojnë, me kanë kontakt e kështu më radhë, nga se kështu të kërkohet prej gruas besimtare, edhe kështu të kërkohet të jenë shoqërit muslimane që faktikisht të ndohen gjinit edhe mos të ketë kontakt të panevojshëm, nga se kjo sjell domethënë fatkeqësi, e thash jena tu o sprovua me këtë fatkeqësi të një pas njëshme, do njëherë këta skandale ekspozohen në për televizione, e në për rrjete sociale, e në disa shpesh herë jesin të fshehta, mirë po edhe kjo fshehta po shfaqet në kohë pas kohë edhe në fëmijët, kur po kontestohen se fëmijët e kuna janë, nga se realisht ka mundësie që njeriu të zhytet në mëkatin e moralitetit. E Allahu Azza kur ka folur për immoralitetin ka thonë wala taqrabu zina, dhe mos ju afroni domethënë zinas, mos ju afroni asnjë sebeb, as shikim, as vetmim, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se nuk vetmohet një burr me një grua të huaj, vetëm se shejtani ka me qenë i treti i tyre. E kthehemi tash duas, të cilën ka thonë domethënë Musa, fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir,
o Zot, çdo dhunti, çka do që të jepsh ti mua, unë jam i nevojshëm për të, nga se jam i varfër, jam domosdoshmë nevojli. Kjo është ajo ajka e adhurimit që njeriu ja bën Allahut Azza wa Jall me pranu realitetin e tina. Veç shikoha hadithin e Abu Dharrit kur ka thonë kullukum dallun illa man hadaytu. Çdo kush për ju është i devijuar përveç atë që e kam udhëzuar. Kullukum ja'iun illa man at'amtu. Çdo njeri është domethënë i uritur vetëm atë që e kam ushqyer. Kullukum arun illa man kasawtu. Çdo njeri është i zhveshur lakorisht vetëm atë që i kam dhënë në veshë, nga se realisht njeriu është i nevojshëm për Allahun Azza wa Jall, saqë një çast mos me pas vëmendjen Allahut Azza wa Jall, kish më mjaftua që njeriu mos më ekzistua. Për atë na ka mësuar pejgamberi sa më thon ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya hayyu qayyum, o ti i cili je i gjallë dhe mban çdo gjë me rahmetin tënd, domethënë kërkoj ndihmë, më përmirëso këtë punët e mia dhe mos le vetëm mu, as sa një që thojmë ne hapje mbyllje syret, se kaq mjafton që njeriu mos më ekzistojë dhe mos shkatërron, nga se realisht nevoja e tina, ashtu siç është nevoja që me pas krijues që na ka kriju, ashtu të kem nevojë që Allahu Azza wa Jall më na furnizua dhe më na mbajt, nga se ja yuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. O ju njerëz, krejt njerëz, jo dikush apo filani fiseku, krejt njerëz janë të varfër për Allahun Azza wa Jall, e Allahu Azza wa Jall është i pasuri edhe është i falendëruari dhe i lavdëruari, domethënë Allahu Azza wa Jall. E me këtë dua që njeriu me e përkujtu edhe me dit realitetin e tina, edhe me dit nevojën e tina, edhe me dit varfrinë e tina, realisht me të i afrohet më shumë te Allahu Azza wa Jall, edhe e pranon në realitetin se ai është abd lillah Azza wa Jall. Pra të sejdul istighfar, ajo duaja që domethënë quhet sejdul istighfar, që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e thon me gjasë mbrëmje, ka thon Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. La ilaha illa ant, s'ka dhuruar askush për teje, khalaqtani, më ke krijuar, unë jam rabbi jote. Ti je krijuesi, unë jam robi, ti je i pasuri, unë jam i varfëri. Domethënë ti nuk i pa nevojë për askënd, unë kam për çdo gjë nevojë. Thjesht shikoni vetë punën e kësaj pandemisë të vjetë të mund të kaluar, çështja e oksigjenit, kur njerëzit e blenin me parë këtë oksigjen, dhe atë me kosto bajagit shtrejt. Allahu Azza wa Jall ka dhënë oksigjen dhe të mund me oksigjen prej që ke lindur, edhe thjesht nuk je falendrues ndaj kësaj të mire. Realisht jo që t'jap oksigjen, po Allahu Azza wa Jall në ty ka, domethënë, programuar një sistem të marrjes së oksigjenit kur as ti nuk i kontroll ndaj tij. Edhe ti flen, edhe e funksionon, domethënë faktikisht se nuk është çështja në dorë tënde, mirë po është në dorë të Allahut Azza wa Jall, se realisht gjithë jemi të varfër, domethënë prej Allahut Azza wa Jall, dhe mjafton që thash në shmangje e vëmendjes nga Allahu Azza wa Jall për robën, edhe kish më mjaftuar, domethënë që ai njeri më u shkatru edhe më përfundu, mirë po çdo gjë që na vjen prej Allahut Azza wa Jall kem nevojë. Realisht thojnë dietarët se realisht kur ka përmend këtë ajet, këtë dua, në farforme ka përmend o Zot, çdo gjë që ke zbritur e ka përmendur, domethënë në formën në trajtën e kaluar. Sikur Allah Musa pja kujton vetes se o Zot ato të mira që më ke dhënë prej lindjes, kur më ke shpëtu prej vrasjes Musës, e më ke ba që me jetun vallat Musës, të Firaunit, e thjesht më ke mbrojt që mos me rëshite, me devijua prej atyne gjëra që kanë qenë pallat. Edhe faktikisht më sëndej e vrajta njerën edhe bona sebeb për me marrë shpirtin, prapë më shpëtove, pja përmend ato begatit që realisht i kishte shijuar deri më tani për me të falendëruar Allahun Azza wa Jall, sikur i thotë o Zot, ashtu siç më ke furnizuar të kaluarën, më furnizo në të ardhmen, se kam nevojë edhe për ushqim, kam nevojë edhe për shtëpi, kam nevojë edhe për bashkëshortje, edhe kështu me radhë, e me i herë ka ardhur, domethënë, përgjigja se ka ardhur në vazhdim të ajetit, fa jaat ihdahuma
temshia al-istihya, domthon më herë ka ardhur njëra prej vajzave duke ecur e turpruar me modesti, do i thonë se po thirr baba me të shpërblyje për atë ndihmën që na ke ofru neve, e thënë dietarët, edhe ndoshta me këtë përfundoj, që realisht kam dëgjuar Sheikh Abdurazakun, një prej profesorëve mi thotë se ai njeriu i cili të vonohet martesa, është mirë me bë që do, domethënë që e ka bë Musa, nga se faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, o zot çdo dhunti që ma zbret të ma jap të mund kam nevojë për të, aty për aty ju ka zbritur dhe i ka ardhur domethënë myshdja se faktikisht po vjen martesa edhe ky personi e ka martuar me njërin prej këtyre çikave. Kjo është e para, edhe e dyta, domethënë që thonë dietarët se realisht para se më ju përgjigje Allahu Azza Jall kësaj duaje të tina, e që në rastin konkret edhe i ka ofruar shqim edhe martesë kështu me radhë, ky ka ofruar domethënë ndihmën aty në dy vajzave duke mos synuar as problem as falënderim. Thjesht që njeriu që don me bë dua Zotit, mi lut atë me sinqeritet të madh, si rob që më shumë ti ka nevojë për atë punë. Thjesht para sajna le të bën një punë të mirë, të japni sadaka, të ndihmon dikujna që të jetë një farë para përgatitje o Zot që faktikisht unë po mundohem të më afro te ti përveç duas me punë të mira që me provokuar dhe me të rjek rahmetin dhe mëshirën dhe begatit dhe dhuntit tona e Rab. Edhe kjo e fundit, ndoshta mos spezotim, është se thonë dietarët të kjo çështje është se nuk ka ardhur këto që me përmend o Zot am. Veç ka thonë o Zot çdo sen që zbret ti, që jep ti, unë kam nevojë për të. Sikur ka treguar madhështinë absolute që ka Allahu Azza Jall, që është i pasuri, saqë këtë njerëz prej që i ka krijuar, njerëz të gjend, me i lyp diçka nuk kanë mundësi me i paksua asgjë nga pasuria e tina, sa është tash i pasur dhe i plot fuqishëm, edhe e ka kallëzuar hollën e vet që është i varfër që s'ka mundësi me qëndrua asnjë moment pa të. Edhe kjo thonë dietarët është forma më e mirë që njeriu i lutet Allahut Azza Jall duke treguar hallin tën ose duke treguar madhështinë e Allahut Azza Jall, e kjo ka herë është shumë më mirë se me thonë Zot am këtë apo am atë, nga se realisht kë ka treguar se ti o Zot je i lartë, e unë jam i varfër, e ti e din në farë forme çka bën me mua, edhe i ka krijuar jo një hajër caktuar. Si ka thonë Buk, se thash shumica e komentatorëve ka thonë se realisht ka qenë rrezkapitur rritur, edhe ndër dijet tije ka pas qëllime për Buk. Mirë për pas sa i ka ardhur buka, i ka ardhur martesa, i ka ardhur shtëpia, mas andej faktikisht i ka ardhur edhe begatia tjetër se në këtë rast akoma nuk ka qenë pejgamberi Allahut Azza Jall, e mas andej Allahu e ka bërë pejgamber. Kështu duhet me kon besimtari që thjesht me lut Allahun Azza Jall, me ditë që është rob i tina, me ditë që ka nevojë për të, me ditë që ka dhe është i varfër për të, edhe duke treguar madhështinë që Allahu Azza Jall e ka, e dashur Allahu Azza Jall na mëshiron dobësinë tonë, varfrinë tonë dhe nevojën tonë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.